Shqipëri-Serbi do të zhvillohet në datën 7 qershor në Air Albania, një ndeshje e cila konsiderohet një rreziku të lartë për shkak të historisë mes dy shteteve, por njëkohësisht edhe për ato që ndodhin në mbrëmjen e Beogradit. Masa e sigurisë në Tiranë do të jetë shumë e lartë për mbrëmjen e 7 qershorit, ashtu siç në fakt ishin edhe parashikimet. Një sistem i ri sigurie do të jetë në kryeqytetin shqiptar për të evituar dhe minimizuar incidentet në këtë ndeshje. Kamerat do të njohin të gjitha fytyrat për të identifikuar personat që mund të shkaktojnë probleme para dhe pas ndeshjes. Kjo do të frenojë sadopak çdo veprim të një individi i cili është gati për ta dërguar situatën aty ku autoritetet nuk dëshirojnë. Çdo bilet do të jetë me emër dhe me mbiemër të personit përkatës për të evituar shitjen e biletave në treg të zi. Ndërsa si gjithmonë, por këtë herë me masa akoma edhe më të forta, nuk do të lejohen çadrat, shishet, çantat apo çdo send personal që mund të hidhen në fushën e blertë, pra sendet metalike dhe të ngjashme me to që duhet të lihen në shtëpi dhe të mos merren me vete në Air Albania. Të gjitha rrugët që të dërgojnë në stadium do të jenë të bllokuara, ndërsa dronët do të jenë në ajër për të pasur një kontroll të situatës më të mirë nga ana e autoriteteve. Nga ana tjetër, do të jenë të aktivizuar edhe pajisjet antidrone për të parandaluar ndërhyrjet e jashtme apo përsëritjen e një tjetër droni të shfaqur si në mbrëmjen e Beogradit. Gjithashtu, një numër i madh policie do të jetë prezent me njësitë antiterroriste brenda dhe përreth stadiumit për të garantuar sigurinë maksimale të Serbisë në një ndeshje e cila po fillon të nxehet që në këtë moment, pak ditë më parë, Aleksandar Vučić, numri 1 i Serbisë, ishte në një organizim politik ku në të ishte i pranishëm edhe trajneri i Serbisë. Vučić i tha qartë trajnerit të Serbisë që duhet të shkonte në Shqipëri dhe të kthehej vetëm me 3 pikë, në të kundërt do të kishte të lashe. Në fund, ajo që urohet është marrja e 3 pikëve në një ndeshje që sigurisht mbetet anormale për ne, për shkak të historisë dhe gjithë konfliktit mes shqiptarëve dhe serbëve.